Selam aleikum hoxh, qa duhet të kem parasysh kur vizitoj varrezat? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Kur të shkosh të vizitosh varrezat, normal kujton botën tjetër. Kjo dynja është kalimtare, të gjithë një ditë do të ndërrojmë jetë. Kur të shkosh tek varrezat, jep selam, assalamu aleikum ahlet diyari min al-mu'minina wal muslimin, wa inna insha Allahu bikum lahiqun, as'alullaha lana wa lakum al-afiyah. E bën këtë lutje pra. Më pas pa tjetër bën lutje për të vdekurit që Zoti i gjithësisë t'i falë, t'i mëshiroj. Nuk i lutesh atyre, nuk kërkon ndërmjetësimin e tyre, por i lutesh Allahut të lartësuar që t'i falë ata, t'i mëshiroj. Po ashtu duhet kesh kujdes, mos shkelësh mbi varreza, mos ulesh mbi varreza. Dhe normal, pra tregon etik, tregon pra se është vend ku ti kujton botën tjetër, kur ti kujton ndarjen nga kjo jetë. Dhe lutesh pra për ta.